Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV për të ndarë bashkarisht videon e radhës. Do të flasim për ngjarjet më të fundit, do të flasim për dinamikat më të fundit, do të flasim për të gjitha pikpyetjet që në fakt kanë të bëjnë me të gjithë publikun dhe të gjithë ato fansat e Eglit që në fakt pyesin se kujt i dedikohet kënga Gabimet. Një këngë e cila erdhi në një moment kur Egli doli në një intervistë, kur foli për të kaluarën e saj, kur foli për Big Brotherin, kur foli për gjithçka që në fakt ka të bëjë me Egli Takon dhe u komentua jashtëzakonisht shumë për kë konkretisht bëhet fjalë kjo këngë. Më thënë kujt i dedikohet kjo këngë. Unë mendoj se pa marrë parasysh që është historia, do me thënë akoma që përflitet Egli dhe e Gjesti, unë mendoj se jo të gjitha këngët, jo të gjitha projektet nga një artist janë projekte të dedikuara. Do me thënë janë projekte që asocojnë për dikë, janë projekte që shkojnë për dikë. Unë nuk i shoh kështu. Unë me thënë të drejtën nuk i shoh në këtë formë në asnjë mënyrë. Unë i shoh thjesht si projekte, projekte që në fakt kanë ardhur me shumë mendje të ndritur nga një personazh. Unë mendoj që kënga Gabimet, me patjetër që një artist për të sjellur një projekt deri diku motivohet edhe nga jeta e tij, edhe nga privatësia e tij, edhe nga historia e kaluar që në fakt e ka. Ai do me thënë e përbën të gjithë historikun e vet pothuajse në disa fjalë. Unë mendoj që një këngë vjen nga një frymëzim dhe zakonisht frymëzimet tona vijnë nga një e kaluar, nga një histori, por nuk do të thotë që dedikohet asaj gjëje. Mund të jetë një frymëzim, do me thënë mund të jetë një motiv, edhe pse Egli nuk është personazhi që ka shkruar këtë tekstin, ndoshta mund të jetë e shtruar në tavolinë e gjitha nga producenti i cili e ka punuar të këngën që ka menduar që ky projekt dhe kjo demo që Egli për herë të parë ka dëgjuar i shkon Eglit. Mua nuk më duket një këngë me dedikim, nuk më duket një këngë që Egli do të përçon një mesazh drejt dikujt. Mendoj që erdhën gjërat në atë formë, emisionet e pa ndoshta që Egli është në kulminacionin, vazhdon të jetë në kulminacionin e klikimeve dhe e thërritën nëpër intervista duke u munduar që të kuptojnë sa më shumë gjëra në fakt nga Egli Tako. Mua më duket Egli shumë cute, do me thënë më duket shumë nice në këtë drejtim, më duket shumë e përkryer në këtë dimension dhe shpresoj që gjithmonë të jetë me risi kaq të bukura, me surpriza kaq të bukura, që në fakt kanë bërë publikun shqiptar për vete. Kënga Gabimet po merr do me thënë një seriozitet madh në tregun muzikor, ka arritur të ketë shumë klikime, por nuk më duket një këngë me tendencë të paktën kështu siç disa e kanë shprehur që mund të jetë edhe për Gjestin.